Thot pyetja e radhës, a ka ndonjë historik agjërimi i Ramazanit? Faktikisht, historiku i Ramazanit ka dy momente. Momenti i parë, historiku i profetëve dhe i pejgamberëve përpara Muhamedit alayhis salam, dhe momenti i dytë, historiku që ka të bëjë me Muhamedit alayhis salam dhe mënyrën se si është bërë obligim agjërimi në Ramazan. Atëherë le të fillojmë me fazën e parë, historiku i agjërimit në pejgamberët e Zotit. Të gjithë pejgamberët e Zotit e kanë pas në listimin e tyre të shtyllave të fesë agjërimin. Sepse ne kemi një rregull që thotë kushtet e besimit dhe shtyllat e besimit në të gjithë profetët kanë qenë njësoj. Mund të ketë pas ndryshime të vogla, por kanë qenë njësoj. Për shembull, besimin në Zot, besimin e engjëj, besimin profet, besimin libra, besimin caktimin e Zotit, besimin botën tjetër, besimin jetën e varrit. Të gjithë profetët, besimin në xhenet, besimin në xhenem, gjithë profetët e kanë, si më thënë, deklaruar një gjë të tillë, i kanë ftuar njerëzit për këto kushte të besimit. Pra në të gjithë profetët e Zotit, po mos besosh një nga kushtet e besimit, quhesh jo besimtar. Tek gjithë profetët e Zotit. Po kështu edhe shtyllat e fesë, pra kredoja, formula e futjes në fe, namazi, agjërimi, zekati, haxhi, kurbani që i kushtohet Zotit. Të gjitha këto kanë qenë tek gjithë pejgamberët e Zotit. Pavarësisht se mund të ketë pas ndryshime në mënyrën se si bëhet diçka apo diçka tjetër, por në përgjithësi kanë qenë ngjashme. Për argumentave për këtë gjë, është thënia e profetit alayhis salam, jam urdhëruar unë dhe gjithë profetët përpara meje që kur të falim namaz t'i lidhim duart e djata mbi të majtën. Detaj. Ndërkohë që ne gjejmë Kur'an që profetit janë urdhëruar që t'i bien Zotit në ruku e t'i bien Zotit në sejdë, gjë që tregon se shumë gjëra të ngjashme dhe shumë detaje janë të ngjashme. Kështu që nisur nga kjo, agjërimi ka qenë obligim për gjithë profetët dhe për gjithë besimtarët pasues profetëve të Zotit. Mund të ketë pas ndonjë lloj ndryshimi në mënyrën se si prishet, në mënyrën se si çelet. Për shembull, për gjërave specifika të veçanta që ka agjërimi i Ramazanit tek muslimanët është se agjërimet e mëhershme nuk e kanë pas syfyrin. Ndërsa ne si musliman jemi dalluar nga popujt e mëhershëm në raport me agjërimin me syfyrin. Për shembull, kjo është një prej detajeve. Prej detajeve është çelja e iftarit në momentin e perëndimit të diellit. Është veçori specifike e ummetit Muhammed alayhis salam. Dhe mbyllja e syfyrit me dritën e agimit është prapë veçori specifike e ummetit Muhammed alayhis salam. Pra ka disa gjëra që janë të veçanta tek ne, por në përgjithësi normat e përgjithshme që është privimi, ndalimi nga disa gjëra në krahasim me disa gjëra tjera që ka qenë tek gjithë pejgamberët e Zotit pra si agjërim. Vim tek muslimanët. Muslimanët si fillim kanë pas për obligim agjërimin e një dite, që ka qenë dita e Ashuras. E agjëronin njerëzit përpara se pejgamberi sa të ishte profet dhe pejgamber, dhe kishte mbet kjo si një gjurmë nga feja e Ibrahimit alayhis salam. Me ardhen e pejgamberit alayhis salam të erdhi shpallja, Zoti i Madh, si më thënë, e miratoi këtë ditë agjërimi si obligim. Dhe kanë agjëruar muslimanët ditën e Ashuras 14 vite radhazi si obligim, si një shtyllë për shtyllave të Islamit. Kur erdhën në Medinë, shfuqizohet dita e Ashuras me muajin e Ramazanit dhe obligohen muslimanët që të agjërojnë Ramazanin. Vetë agjërimi i Ramazanit ka kaluar dy faza. Faza e parë, që njeriu që agjëronte dhe hynte koha e iftarit, i lejoi atij të hante, të pinte dhe të bonte çfarë të donte ai, derisa nuk e zinte gjumi. E po ta zinte gjumi, fillonte agjërimi i ditës nesërme. Dhe kjo nuk zgjati shumë, vetëm se disa ditë dhe Allahu xhelel xhelalu e shfuqizoi dhe tha, ju lejohet juve që të hani derisa të sqarohet ose derisa të qartësohet drita e agimit në errësirën e natës. E shprehur kështu në tekstualisht peri i bardhë me perin e zi, po nuk është për qëllim peri i bardhë me perin e zi, siç do ta sqarojmë inshallah taala. Bëhet fjalë për dritën e agimit.